Policia e shtetit ka publikuar planin e masave lidhur me protestën e radhës të paralajmëruar nga opozita për pasditën e të premtes së 8 majit. Sipas policisë, do të bllokohen disa akse kryesore në kryeqytet që përfshin bulevardin Dëshmorët e Kombit, sheshin Nën Tereza dhe rrugët ndërlidhëse me këto dy vende, ndërsa thuhet se bllokimi i disa akseve do të nisë që prej mesnatës të së njëjtës së 7 majit. Përfaqësues të subjektit politik, Partia Demokratike e Shqipërisë ka njoftuar Policinë e Tiranës për zhvillimin e një tubimi në datën 8 maj në orën 19 në bulevardin Dëshmorët e Kombit para godinës së kryeministrisë. Në bazë të ligjit për tubimet, Policia e Tiranës ka marrë masat me qëllim garantimin e mbarvajtjes së tubimit në vendin dhe afatin kohor të kërkuar. Në zbatim të këtyre masave, ditën e njëjtë dhe të premte do të kufizohet lëvizja në disa akse segmente rrugore. Konkretisht, nga ora 23:45 e datës 7 maj deri në përfundim të tubimit, do të bllokohet lëvizja dhe nuk do të lejohet parkimi i automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga vendi i quajtur Ura e Dajtit deri në rrugën Ismail Qemali. Nga ora 15 e datës 8 maj deri në përfundim të tubimit do të ketë bllokim të lëvizjes së automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri te sheshi Nën Tereza, si dhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali II dhe Ismail Qemali. Policia e Tiranës apelon për organizatorët e tubimit për respektimin e afatit kohor dhe vendit ku do të zhvillohet tubimi, si dhe kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për kufizimin e lëvizjes me automjeteve. Gjithashtu, apelon që të distancohen në rast se gjenden përballë veprimeve të kundërligjshme që cenojnë rendin dhe sigurinë publike, thuhet në njoftimin e policisë. Opozita ka zhvilluar një sër protestash radhazi kombëtare me qëllimin për të larguar nga pushteti kryeministrin Edi Rama dhe kabinetin e tij qeveritar, ndërsa tubimet janë shoqëruar shpeshherë me tensione dhe përplasje midis policisë dhe protestuesve.